3 gjana që është mirë me i praktiku ditën e Bajramit. E para, me hangër hurme ose ushqim diçka para se me shku me fal Bajramin. Nëse han hurme, i han tek, 1, 3, 5. Është sunne me hangër numër tek. Veç në ditën e Bajramit, për në lyshë hurme t'i han gjithmonë qysh dush. Kjo nuk është e vërtet që gjithmonë do të me kanë tek. Jo, vetëm ditën e Bajramit ka argument që do të me hangër hurme tek, para se me shku me fal Bajramin. A banë uj me pi kafe ban. Kryesorja me hangër diçka më vrej që si e gjërushëm. E kjo traditë e Rasulit a.s. tregon që na jem rob të Allahut. Tanë mujnë e kena agjeru, për shkak se na ka thonë Allahu. Sot na ka thonë Rasulullah a.s. ditën e Bajramit mos agjerani, ditën e Bajramit nuk agjerojmë, për shkak se jem rob të Allahut. Veprojmë qysh na thot Allahu, jo qysh na rrok menja jonë. E dyta, është mirë që me shku me në rrugë e më kthy me një tjetër rrugë. Është traditë e Rasulit a.s. me shku me në rrugë me fal Bajramin, ka të kthehesh e then pak rrugën, edhe në qoftë se është pak, e then pak rrugën, vjen me një udhë tjetër. Kjo është për hap kënasia e të shkurit ose të ardhurit prej Bajramit në çdo vend, çdo mahall të muslimanëve. E treta, është mirë me marrë pjesë gratë në ditën e Bajramit. Është mirë shumë me marrë pjesë gratë në ditën e Bajramit. Krejt gratë. Edhe ato që i kanë mujorët, edhe ato që i kanë mujorët ulen në qysh xhamis edhe ban tekbire. Kjo është shumë mirë, edhe ngon ligjëratën, edhe madhron Allahun, edhe jep sadaka me musliman, qysh e kena fol. Allah azza wajal na e bëf për muslimanëve të mirë, për atyre që e pasojmë dinën e Allahut azza wajal.